Nëse flasim për produktet ushqimore, të cilat sot përdoren përmes gelatinës së derrit, ku shkruan se është përbërë nga 2.3, 1.5, 3.2, 3.5 gelatin. S'po thotë që është humb dhe nuk ka vlerë, kjo është 0.0 diçka, po thotë se një sasi e konsiderueshme e prej 1.5, 2.5, 3.5 kështu me radhë janë sasi të konsideruara. Nuk është që nuk ekziston. Thamë që papastërtitë nëse bien në një sikurse që është alkooli apo ndytësira të ndryshme, në sasi të ujit për shembull, e cila sipërfaqe e madhe, ku dietarët islam thonë prej këtë skaj ujit dhe në valët e ujit nuk kalojnë në skajin tjetër, do të thotë është argument se nuk kalon apo nuk është përnda kjo ndytësirë në këtë ujë. Dhe është kusht që këta ujë, kur me qenë në një thellësi që nëse dëm për me marrë ujë, duhet mos me prek në fundin e atij vendi ku është ai ujë. Do të thotë jetë sipërfaqe e madhe dhe thellësia në atë formë që kur vendoset duhet të mos preket. Por kur thuhet që në filon shishen me materie ushqyese të caktuar është 2.3, 3.5, 1.5, 1 diçka, këtu nuk po thotë që nuk ekziston. Po thotë se ekziston, po është çikash përqindja. Dietarët islam kanë thënë aty humb efekti, ekziston, po është aq e vogël sa nuk konsiderohet. Dhe nuk dihet ku është. Që po thotë se është dhe që kjo përqindja është çikaç. Nëse në proceset kimike të caktuara, përmes shkencëtarëve të caktuar, të fushave përkatëse, vërtetohet se një materie nuk ekziston më, apo nuk ka asnjë efekt. Edhe nëse sasia e ujit për shembull është më e vogël, atë ne pajtohemi dhe mbështetemi tek shkenca përkatëse. Mirë po, nuk ke mundësi me e thonë që një çështje nuk konsiderohet përderisa është një përqindje e caktuar. Nëse flasim këtë logjik, po flasim se fillimisht e kemi një krijesë, e cila është derri, e cili është i ndyrë tërësia e tij, e për cilin konkretisht në mënyrë decisive nuk e gjen asnjë prej dietarëve islam që thotë se ka mundësi ndonjëherë me u pastrua. Të vetmin citat që un kam gjetur është që qimja e derrit është lejuar më përdor për qepje kur nuk ka metal. Përndryshe as në këtë rast nuk lejohet. E si të lejohet të përdoret gelatina e tij, pjesë e ushqimeve tona dhe përqindja e tij është e konsiderueshme dhe e vlefshme. Nëse do të themi për shembull që është 0.0 diçka, në rregull jemi. Po kur thua është një sasi e konsiderueshme dhe me thonë se është e lejuar, unë këtë çështje nuk guxoj për me thonë sepse nuk gjej tekste speciale të cilat e lejojnë një gjë të tillë. Tekste të përgjithshme që lejojnë një gjë të tillë në raste kur humb efekti totalisht po kemi dhe duhet më shërbyer dhe më shfrytëzoe këto tekste. Në rregull krejt, veçanërisht në kohën tonë kur shumica produkteve janë nga njerëz të cilët nuk e kanë dert fushën fetare shumë, dhe njerëzit kanë nevojë për këto ushqime dhe gjëra të ngjashme, gjithsesi duhet më shërbyer me tekste të tjera të tilla, mirë po asnjëherë nuk kena të drejtë kompetencë me lejuani diçka e cila me marrë një tekst të përgjithshëm dhe me lejuani diçka speciale për cilën na ka thënë Zoti që është ndytë tërësia e tij